Venezuela tashmë është në pritje të sulmit, e rrethuar nga aeroplan mbajtësit amerikanë dhe kjo jo për shkak të trafikimit narkotikëve as për shkak të naftës, por për shkak të kontrollit të rëndësishëm politik të vendit amerikano-jugor, vlerëson gazetari Jassim Al-Azawi, që nga shtatori disa anije janë goditur nga raketa amerikane në brigjet e Venezuelës, duke vrarë 10 persona. Ndërsa administrata Trump justifikon këto sulme si pjesë të një lufte kundër narkotikëve. Burime venezueliane dhe analistë ndërkombëtar theksojnë se viktimat e para ishin peshkatarë civil, duke ngritur dyshyme serioze për një operacion të ndërtuar mbi narrativa të fabrikuara e jo mbi prova të verifikuara. Përshkallëzimi amerikan nuk është ndalur vetëm te përdorimi i forcës ushtarake, por është shtrirë edhe në frontin ekonomik, me sekuestrimin e një cisterne nafte në ujërat venezueliane, një veprim që Caracasi ka quajtur akt piraterie ndërkombëtare dhe që sinjalizon kalimin drejt një presioni të kombinuar ushtarak dhe financiar.